Unë e kam një vëlla, po nuk e gjelozon familja jeme kërkush. Na dojnë nusën si princesh. Unë ata i kam të mira, falë Zotit. Vjerë s'kum pas, po ato i kum pas si vjerë. I falenderoj shumë nga zemra. Një keni? 4. Mashallah. 3 qika e një djallë. 3 qika një djallë. Djallin e pas ke për hasret, a? Si shqiptari, ma për hasret. Si shqiptar, atë kohër mas vajzave? Po, mas vajzave. A do kom qëti shqiptar gjithë qyzët më konë një djallë? Po jo, bra, po... Na që ashtë e keni? Si të mija ma, hajtë më si la pa një vla, pa një... Se vetë jam një qik. A, vetë je, një vajzë? Një vajzë edhe një djallë jena, e ta është ti... Hajtë më si la pa vla, e më si la pa motër, Zoti mi fali. Shumë, kjo është dhurat. Dhurat e Zotit, falimderit për Allahit. Qa janë shnoshe, mire. A bën sot trusni hala prej pura në përgjithësi që du me pasën një djallë? Jo, po dëshira e të dyve, prindrëve u kanë. Edhe burrit edhe jemi agji, do të më kanë një trashëgimi, po Zoti e ka falë, se ta kështë e falë o pe qikë, Zoti, si që i ka se djallit njëtë janë, fëmijën të mi janë, e vladat e mi, po Zoti, që është? Trashëgimin edhe vajza, edhe ta fëmijën? Po, njëjtë, trashëgimi janë njëjtë ndatë, përgjithsi. A ti për shembull, e kështë ndaj trashëgimin njëtë si vajzave, si djallit? Po, ja kësha da. Se njëjtë, ma shumë janë qikat për prind, se djemë të ashti. Se ma shumë po bojnë vajzat sot për prind? Po. Se po bojnë mas shumë ti vajzat? Po s'di, valla, s'di. Nuk e di ato pse po bojnë, po që ashtu ma shumë bojnë. Djalli për largot, jashtetit, qikat të pit për rinë nga të prindereve, nga të familjes. Edhe djemë të bëjnë, ka djemë që bëjnë trashëgi ma shumë, po ka edhe qikat, për nuk da, të vladi nuk da, si qika, si djalli janë njëjtë. A do një djallë që ndryshon, pasi që të martohet, edhe udhëzon gruja, për shembull ndryshon? Ja. Shumë të në raste, po ta? Jo. Ja të unë e jo, Zoti, i ka uzu që shtu... Nuk më kuptove në pyetje tash, a më ndonë që një djallë, nëse martohet, ndryshon? Pre gruja? Në është edhe ndryshon, a i kund. Në është edhe ndryshon. Ashtë qysh po janë edhe djemë të janë... Po s'do të më ndryshu djalli. Do të me dash si djalli, si grunë, si prind, se prind e kanë rrit, e kanë eduku, e kanë krejt. Ashtë ka gjithë që i ka gjithë ndrojnë djallin, ka gjithë se ndrojnë. Ashtë nuk e di qysh varë pre. A do që ka dhe si nana që gjelozojnë për nusë djallit? Ka. A është e mirë kjo? Jo, s'është e mirë iq. Nuk ka e mirë. Unë e kam një vëlla, po nuk e gjelozon familja jeme kërkush. Na dojnë nusën si princesh. Unë e në fakt s'kam vjerë. Nuk e di dashnin e vjerës qysh është. Se vjera më ka dek shumë e re. E nuk e di. Vjerën e respektoj me duam krejt. Po ta është e vjera nuk e di, dashnin e vjerës e di. Po unë e si për shkak momit tem, unë e... Udhëzimin e mamit teme kum kuptu që duhet me dash edhe nusën, se po ta bje pe le familjen e po vjen familje tjetër. Unë jam pre Dragashit. A, pre Dragashit je? Pre Dragashit jam. E që ku marrë nusën Skënderaj. Që njoftuve me pre Dragashit, ndrenit këto? Po pre internetit, tash dashnia internetit. A, dashnia internetit? Po. Pikë të pari ku dhe më thani internet, cilin rrjetë sociale? Në Facebook. Masove keni taku kështë e një talë? Mas një vjetë e gati. Mas një vjetë, se një pahis, një vjetë s'kikë me ku. Po. Qështu do për e të parë, për e pojë? Mirë. Po, dhe vërtë të tova ta më mirë që është panime, atër e kom besu, se njerës të ishëm tash interneti, s'ka besim kërkont. Sigurisht që nuk janë shumë lidhjet që ndryshme bas rrjetet socialeve. Jo, në që 10 vjetë martes, që i kanë e madhe kam klasë 4. Po falë Zotit, e kam një burë shumë të mirë, shumë... E kom respektu, më ka respektu, ma ka dash familjen, ja kom dash familjen, ta ashti... Ashtë pa tjetër me a dash familjen e burit? Po, ku ta dush burin, do të me a dash edhe familja. Se atë burin ta ka bërë, na i kusht tjetër, na i familja tjetër, na i prind tjetër, do të me respektu, do të me dash. Që ka bërë mu prind e mi, edhe ata ka bërë, edhe do të me respektu. So pa tjetër, po do të me respektu. Gjithë grave një mesazh, një këshill. Duhet me respektu prind e burrave, duhet
familjen përgjithësi, motrat, vllaznit. Ato motrat janë najt kuj, atë vllaznit najt kuj e kajnë. Edhe unë i respektoj edhe kunatat, i kam të mira, falë Zotit. Vjerë s'kum pas, po ato i kum pas si vjerë. I falenderoj shumë nga zemra. I kum respektu, më kanë respektu. Respektoni sa të mujni. Doni sa të mujni familjarët. S'ka për shka munda. Përgjithësi janë të mirë. Tjetër s'po di. Shumë faleminderit për kohën, të uroj më të mirat. Faleminderit gjithashtu.